Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani hurma, kaki, por askush nuk e di se çfarë ndodh zemrës dhe trurit tuaj. Shqiptarët janë të çmendur pas hurmave, ose me fara ose pa fara qofshin ato. Të gjitha janë të mendimit se hurmat kanë qenë pjesë e traditës sonë prej shekujve të tërë. Frutat e këtyre hurmave gjenden në çdo rrugicë, shtëpi, përdesë, lagje ose edhe bache. Hurmat me farë të zezë kanë dalë në treg dhe kultivohen edhe anë mban vendit. Emri botanik i hurmave është Diosporis, që përkthehet fruti perëndive dhe është ky emërtim që shkon edhe për shtat më shumë. Ky frut është kombinimi perfekt i frutit të plotë dhe me shumë lëng. Është i ëmbël, por jo trullosës, që do të thotë se qelza juaj do ta pëlqejë shijen integruese të hurmës. Hurmat vinë në varietete shumë të larmishme. Ato i gjeni në ngjyrë të verdhë deri te ngjyrat e gështenjta. Ato kanë forma dhe varietete trumullakta, por asnjëherë njësoj. Llojet kryesore të hurmave janë ato far bardha dhe far zeza. Këto të fundit mund të shijojnë kur janë edhe krokante si mollët, por edhe më të buta. Megjithatë, nëse je i paduruar dhe zgjedh të provosh hurmat far bardha kur janë të forta, atëherë do të kesh një ndjesi të fortë dhe të thatë të gojës. Kur këto hurma janë të pjekura plotësisht, atëherë lëkura e tyre kthehet në një enë të mirë fillt, për një tul aq të mirë dhe aq të ëmbël sa që ngjan me një recel të trash. Vetëm atëherë ju do të keni mundësi të kuptoni se çfarë do të thotë të hash frutin e perëndive. Ka njerëz që preferojnë t'i hanë të freskëta, disa të tjerë preferojnë t'i ruajnë në frigorifer për gjatë gjithë vitit. Krahas shijes së tyre fantastike, hurmat mbartin vlera të jashtëzakonshme shëndetësore. Hurmat janë të pasur me vitamina, minerale si dhe antioksidant. Ato përmbajnë ujë me shumicë, por edhe fibra, vitamina dhe kripra minerale si potasi, kalciumi, kaliumi, magnezi, fosfori, seleni dhe sodiumi. Falë përmbajtjes së tyre të substancave, hurmat japin energji organizmit, mbrojnë sistemin imunitar dhe kanë aftësinë të përmirësojnë tretjen dhe të luftojnë lodhjen. Hurmat janë të jashtëzakonshme edhe kundër problemeve të stresit, gjithashtu edhe problemeve të pagjunësisë. Ato janë një frut shumë i mirë që mund të shtohen në dietën tuaj dhe gjithashtu mund t'japin shumë rezultate të mira për shëndetin tuaj. Hurmat mund t'i përdorin gjithashtu edhe në trajtimin e një sër problemesh. Hurmat kanë fuqi të mira saqë mund të shtohen edhe në lehtësimin e një sër komplikacionesh. Hurmat ndihmojnë me tretjen. Hurmat kanë aftësi shumë të mira relaksative dhe ndihmojnë me tretjen për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave, por nëse ato konsumohen të papjekura mirë, pra të pasura me tanine, janë të dëmshme dhe dëmtojnë këtë proces. Nëse konsumohen të pjekura, ato mund të jenë një recetë efektive edhe në trajtimin e konstipacionit. Forcojnë imunitetin dhe sigurojnë energji për organizmin. Hurmat janë të pasura me vitaminën C, e cila njihet për vetit e saj në mbrojtjen e imunitetit. Nga ana tjetër, ato përmbajnë sasi të lartë të ujit, sheqerit, vitaminave gjithashtu dhe mineraleve. Sasi të lartë të karbohidrateve të hurmat i bëjnë ato të dobishme në përfitimeve e energjive të nevojshme për mbrojtjen e organizmit. Hurmat janë një mburojë shumë e mirë e trupit edhe kundër problemeve të anemisë. Në fakt, efektet tregojnë se hurmat mund të ofrojnë edhe një përfitim më të mirë të ekurit në trup, si dhe ndihmojnë gjithashtu në prodhimin e hemoglobinës, në shtimin e përthithjes së ekurit dhe gjithashtu në përmirësimin e anemisë tek këta persona. Hurmat janë të mira kundër lodhjes, stresit dhe problemeve të ndryshme kardiovaskulare. Është parë se hurmat kanë efekte pozitive në përmirësimin e lodhjes, stresit psikologjik. Rrjedhimisht, si pasojë e efekteve të tilla pozitive, mendohet se ato ndihmojnë në përmirësimin e sëmundjeve kardiovaskulare, të cilat njihen edhe sa nga faktorë shkatrues, por edhe nga stresi. Reduktimi i tij ka çuar në reduktimin e problemeve kardiovaskulare. Hurmat janë të pasura me sheqerna, me kripra minerale, vitaminën A, B dhe C, si dhe aminoacide të rëndësishme për mbrojtjen e imunitetit, gjithashtu edhe në lehtësimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, përfitimet që do të merrni do të jenë vërtet të larta. Hurmat do të rrisin fuqinë energjike të trupit. Hurmat ndër të tjera përmbajnë ujë me shumicë rreth 80%, por edhe fibra, vitaminën A, C, kripra minerale të tilla si potasi, kalciumi dhe kaliumi, magnezi, fosfori, gjithashtu seleni dhe sodiumi. Dhe përfshirja e tyre në dietën tuaj sigurisht që do të luajë një rol pozitiv edhe në mbrojtjen e shëndetit. Falë përmbajtjes së këtyre substancave, hurmat japin energji për trupin.
Gjithashtu do të rrisin edhe rezistencën e imunitetit. Falë përmbajtjes së vitaminës C, hurmat ndihmojnë në mbrojtjen e organizmit gjithashtu edhe në sistemin imunitar. Trupi është në gjendje të mbrohet më shumë nga bakteret. Ato përmirësojnë tretjen dhe luftojnë lodhjen. Hurmat ndihmojnë me tretjen me lodhjen dhe janë në fakt një recetë e mirë edhe për zgjimin në mëngjes, për të përballur më lehtë me shqetësimet aparatit tretës dhe ato të zorëve. Ndaj janë të mira efektet e tyre laksative, falë përmbajtjes së lartë të fibrave. Nëse konsumohen të papjekura, janë të pasura me tanine dhe mund të dëmtojnë gjithashtu shëndetin tuaj. Hurmat kanë efekte pastruese dhe diuretike. Ndër të tjera ato kanë efekte pastruese diuretike, kjo për shkak se ato përmbajnë gjithashtu edhe nivele më të mira të kaliumit në trupin tuaj, ndaj mund të ofrojnë përfitime të larta në këtë shëndet. Luftojnë stresin, lodhjen dhe oreksin e pakët. Këto fruta luftojnë stresin psikofizik, lodhjen si atë kronike dhe simptomat të ndryshme dhe humbjen e oreksit. Ato janë të pasura gjithashtu edhe me element që përmirësojnë absorbimin e ekurit dhe parandalojnë problemet kardiake. Hurmat ndihmojnë në parandalimin e problemeve kardiovaskulare, këto fruta madje mund të përmirësojnë edhe absorbimin e ekurit në organizmin tuaj. Ndaj edhe ekspertët sugjerojnë në konsumin e tyre si një mënyrë mjaft të mirë për të përmirësuar shëndetin, gjithashtu edhe për të rritur vlerat e tij në shëndetin e përgjithshëm. Hurma kaki është plot me vlera dhe minerale që duhet të kujdeseni që ta hani vazhdimisht. Njerëzit në Azi e kanë konsumuar atë për më shumë se 2000 vite dhe duket njësoj si domatet. Hurma kaki është e pasur me vitaminën A, me vitaminën C dhe gjithashtu përmban minerale si ekuri, kalciumi dhe kaliumi. Është një burim i mirë i fibrave dhe antioksidantëve që ndihmojnë në forcimin e imunitetit. Për afërsisht 100 gram i këtij fruti ofron 70 kalori. Mund të hani të freskët, të thatë ose edhe të gatuar. Nëse konsumoni të gjithë frutin, do t'ishte e këshillueshme të qëroni lëkurën përpara se ta hani, sepse e përmban edhe sasi më të mëdha të taninës. Ky përbërës mund të ngadalësojë gjithashtu përthithjen e elementeve të tjerë të dobishëm. Mos e konsumoni me stomakun bosh, pasi mund të rrisë rrezikun e diarres. Do t'ishte më mirë që ta hani atë pas një vakti. Një ide e mirë është që të hiqni lëkurën e frutit, sa coptëzoni dhe ta vendosni gjithashtu në kos. Ndërkaq, nëse nuk e dini, bërthamet e hurmave ndihmojnë edhe në një sër problemesh. Hurmat janë të pasura gjithashtu edhe me antioksidant që parandalojnë edhe dëmtimin e ADN-s, por edhe infeksioneve virale. Bërthamat janë të dobishme në trajtimin e problemeve të sheqerit. Ato janë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë në mbrojtjen e organizmit. Hurmat kaki janë një produkt shumë i mirë për të shtuar në dietën tuaj. Rezultatet që do të ofrojnë në përmbrojtjen e shëndetit do të jenë të larmishme dhe do t'i japin vlera të shtuara për organizmin. Ato ndihmojnë me tretjen dhe në lehtësimin e problemeve të jashtëqitjes. Në fakt, hurmat kanë aftësi shumë të mira laksative dhe gjithashtu ndihmojnë në jashtëqitjen e lehtë për shkak të elementit të lartë të fibrave që ato përmbajnë. Kështu do t'japin rezultate fantastike në mbrojtjen e sistemit tuaj tretës dhe lehtësimin e problemeve të konstipacionit. Ndaj, nëse doni që të lehtësoni këtë shqetësim, hurmat do t'jenë një mburojë e shtuar e dietës suaj. Konsumi i tyre në mënyrë të rregullt do t'japë rezultate mbreslëndse në mbrojtjen e sistemit tretës, në lehtësimin e komplikacioneve dhe gjithashtu edhe në përmirësimin e shëndetit tuaj. Hurmat kaki janë një zgjidhje shumë e mirë kundër konstipacionit dhe mund të jenë një mburojë e trupit, sidomos nëse përballeni me këtë shqetësim her pas here. Ato do të japin rezultate mjaft të mira në forcimin e imunitetit, gjithashtu edhe në sigurimin e energjive për organizmin. Hurmat janë të pasura me vitaminën C, e cila njihet gjithashtu edhe për vetitë e saj në mbrojtjen e imunitetit. Nga ana tjetër ato përmbajnë sasi të larta të ujit, sheqerna, vitamina dhe minerale. Sasia e lartë e karbohidrateve tek sheqeri dhe hurmat i bën ato të dobishme edhe në përfitimin e energjive të nevojshme për organizmin. Konsumi i tyre brenda normës mund të japë shumë përfitime për shëndetin. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.